Përshëndetje nga kuzhina ime. Sot kam përgatitur një recetë të thjeshtë dhe tradicionale me petkat e mrekullueshme të kompanisë Trana Lunxheria. Jo vetëm përgatiten shpejt këto petka, por kërkojnë dhe shumë pak përbërës. Këtu si e shikoni janë petkat. Janë në një paketim të shkëlqyer, janë në qese dhe kuti kartoni. Fillojmë nga puna. Në një tigan të thellë shtojmë diku te 50 gram me gjalp, ndoshta edhe më shumë, derisa ta shikoni që petkat janë lyer plotësisht me gjalp. E shkrim gjalpin plotësisht dhe më pas do shtojmë petkat. Vazhdojmë t'i përzjejmë dhe t'u bëjmë një skuqe të lehtë. Nëse doni mund t'i shtoni gjalp sipër dhe t'i piqni. Unë këtë tigan e kam të thellë dhe ka goxha perimetër, është 30 cm. Ndaj dhe petkat skuqen shumë mirë. Pak nga pak petkat po fillojnë të marrin atë ngjyrën e skuqjes. Është momenti për t'i shtuar krip. Zakonisht unë shtoj një lugë të çajit me krip. Dhe ujin që do e shtojmë në petka është i nxehtë. Dhe raporti fiks i këtyre petkave të lunxherisë është 1:2. Unë kam 400 gram me petka dhe i shtoj 800 ml me ujë të ngrohtë. I përzjejmë që petkat mos të ngjiten me njëra tjetrën. I vendosim kapakun shumë pak. Pasi petkat kërkojnë vetëm 2 minuta zgjerrje. I vendosim kapakun, ja heqim, i përzjejmë dhe sërish i vendosim kapakun. Derisa ta shikoni që petkat janë zbutur plotësisht. Si e shikoni nuk kanë as pak ujë dhe është momenti për t'i larguar nga zjarri dhe shërbyer kështu të ngrohta. Shikoni sa të shkrifta që janë. Janë petka jo të ngjitura, janë të ndara një nga një, të zjera aq sa duhen dhe raporti i ujit atje ku duhet. Sipër mund t'i shtoni djath kaçkavall ose edhe djath të bardhë si po i shtoj unë. Jam për vite që në familjen time konsumohen produktet e Trana Lunxherisë. Si e shikoni, edhe rezultati i petkave, prodhimi më i fundit i kësaj kompanie, duket super. Kur cilësia takohet me traditën, rezultati është ky. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.